Nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Besoj në emisionin e mërmes sotme, pjesën e parë ne do kemi një problematikë e cila është në interes të jashtëzakonshëm të opinionit publik të njerëzve, që është lidhur drejt për drejt me njerëzit, me ushimin e tyre, me përditshmërinë e tyre. Së fundmi kemi një lajm të publikuar në shumë media që 8 ton mish pule i infektuar me salmonell është importuar nga Brazili, një pjesë e cilës është lejuar të futet në treg nga kompania AMG Food ose Dimal. Është e njëjta kompania, nuk e di tani se mund të ketë një kompani që ka disa emra, siç kanë shumë emra dhe njerëzit në vendin ku jetojmë. Jetojmë në një vend që njeriu mund të mbajë dhe emra shumë, po dhe kompania mund të mbajë. Dy kompani me një pronar. Janë dy kompani me një pronar të ndryshëm që bën punë të ndryshme, duket edhe lloji i pronarit është i tillë që përdor herë njërin levë dhe herë levën tjetër. Makinat për shembull përgjithësi një marsh kanë, po ky duket ka dy, ky pronar. Në fakt nuk është në gjë e re kjo që dëgjojmë, është shumë shqetësuese, por nuk është e re sepse ka 35 vjet që siguria ushqimore në Shqipëri lë shumë për të dëshiruar. Që të jemi realistë, të jemi fair. Në me thënë, jo se duam të relativizojmë, ne do flasim shumë ashpër dhe hapur, ndoshta në këtë pjesë e emisionit, por ka 35 vjet që ndodh një gjë e tillë. Përgjithsisht, institucionet që merren me kontrollin kanë dështuar. Në pjesën e parë, pra të këtij emisioni, do të jemi pikërisht këtu, dhe do të jemi me Ministrin e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, bashkë janë këto, Anila, po gaboj. Së bashku. Anila Denaj, për të folur për këtë problematik, faleminderit shumë që do të ndihmoni emisionin tonë për mbrëmjen e sotme. Edmond Panariti, ish Ministri i Bujqësisë, zoti Panariti, mirëmbrëma, faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën, kënaqësi. Timor Gjinal dhe Misak ke qenë te Ministri i Bujqësisë, se ty të kanë caktuar dhe ministri tjera herës i jashtëm. Po, kurdimisht kam qenë dhe ministër i jashtëm. Jashtëm, Kohë të plot kam pasur tek Ministri i Bujqësisë. Po aty edhe brenda profesionit. Brenda profesionit, është më mirë se brenda profesionit, është brenda profesionit. Pastaj ne detyra këtu në këtë vend kryejmë sa të duash. Alban Zusi, ish zëvendësministri i Bujqësisë, biznesmen. Alban, mirëmbrëma, faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën. Ti, unë si biznesmen një gjithmonë, ti nuk është se ke përfituar që ke qenë zëvendësministër dhe pastaj e bërë biznesmen, siç bën tani për shembull politikanë, njerëz të varfër dhe bën të pasur, shumë të pasur. Po ta kesh vënë re, njerëzit më të pasur Alban në vendin tonë janë politikanët. Këta biznesmenët janë kredimen. Marrin kredi shumë, por biznesmenët e vërtet janë njerëz të lartë të politikës tonë, të cilët janë me shumicë. Ju nuk marrin as kredi, as gjë, profesor, fare, dhe janë shumë në rregull. Dhe zoti Anton Abilekaj, i cili do të më ndihmojë mua dhe ishte edhe njeriu që më dha, si thua mua idenë që ne duhet të ndalojmë këtu, sepse kjo punë e zgjedhjeve Anila është pak fake. Dalin të gjithë aty për tashin e ulërinë e gjithë, po edhe s'marrin vesh një shkreti njëri nuk para merr vesh. Edhe pas të Covidrave e gjërave që kanë ndodhur, gjendja sa vjen dhe vështirësohet. Ripjen dhe zgjidhje tani dhe Covid quhet dhe ky. Covid numër 2, numër 3, kupton? Tani, së pari unë do të pyes zotin Panariti, fillimisht a mund të shpjegoni për publikun çfarë është salmonela? Salmonela është një bakter. Çfarë paraqet për njeriu rrezikun, për konsumator, kush janë kategoritë më të rrezikuara, a ka raste që mund të jenë vdekje prurse kjo? Salmonela është një bakter shumë i përhapur, është një enterobakter, pra që popullon normalisht traktin intestinal, është i përhapur shumë në natyrë, ndodhet në shumë specia. Salmonela që është identifikuar nga Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe i veterinarisë, i quajtur Salmonella typhimurium, shkakton tifën. Dhe është një salmonel e cila është zoonotike, pra prek edhe njeriu, se ka dhe salmonella që janë tipikisht specifike për specien, për shembull prek vetëm shpendin. Kurse kjo salmonell që është identifikuar nga instituti, është një salmonell që prek njeriu. Prandaj ka përbërë dhe përbën një shqetësim jashtëzakonisht të madh. Më thatë më kush janë pasojat e një infeksioni nga salmonella, mund të jetë një infeksion i lehtë, i zorve, me diare, mund të jetë dhe një infeksion shumë i rëndë, sidomos kur bakteri depërton mukozën e zorrës dhe futet në qarkullimin e gjakut. Dhe kjo mund të ndodhë tek persona me imunitet të kompromentuar, me imunitet të ulur, që janë zakonisht moshat e avancuara, por edhe fëmijët që akoma nuk e kanë të konsoliduar imunitetin.
Këtu mund kemi natyrisht dhe forma të rënda që mundet të jenë kërcënuese dhe për jetën. Prandaj është një diçka shumë serioze. Fakti është që kur identifikohet ky bakter në produktet me origjinë shtazore ose në produktet ushqimore në tërësi, jepet alarm i kuq dhe konsiderohet një diçka shumë serioze dhe masat janë drastike. Pra, po të shikoni gjithë protokollet e masave që merren kur ky bakter identifikohet si i pranishëm në produktet ushqimore, në rastin tonë produktet me origjinë shtazore, që është konstatuar në një fileto të ngrirë pule, që vjen nga një vend që është jashtë Bashkimit Evropian, vjen nga Brazili, prodhues i madh, po që prodhon edhe sipas standardeve europiane, ka sipërmarrje të certifikuara, por prodhon edhe pa standarde. Dhe prandaj çdo produkt që vjen nga këto vende të treta dhe që nuk vjen nga Bashkimi Evropian, konsiderohet i dyshimt. Dhe vëmendja duhet të jetë e madhe. Ajo e njësi që ka Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, që quhet njësia e vlerësimit të rrezikut, ka dhe një emër të madh. Momentin kur nisen ngarkesa nga Brazila apo nga vendet e treta apo nga India, duhet ngre flamurin e kuq. Është ndryshe të sjellësh një mall nga Bashkimi Evropian, ku kalon normalisht në filtrat e kontrollit. Po, sigurisht, është kreti edhe i garantuar. Të themi, garancia është maksimale, se sistemi survejancës aty është në përsosmëri, pothuajse, duke filluar që nga stabilimenti ku rriten baktit, e deri tek thertorët, e deri tek fabrikat e përpunimit, e deri në treg. Plus pasaj të garantohet dhe një sistem gjurmëshmërie. Çfarë gjurmëshmërie do kërkosh në Brazil? 2000 kilometra larg. Tash unë nuk ka filluar një proces hetimor, dhe unë do pres të si një të shojme, a do gjendet stabilimenti që e ka prodhuar, si e ka prodhuar, si është transportuar, është ngrirë, është shkrirë gjatë Gjërat janë transportit. zinxhir, profesor, po ky Por ajo që shqetëson në opinionin publik është se u lejuar që kjo të përfundoj në tërheqjen time, thot ai që po na ndjek tash. Se këto hollësirat teknike, gjurmëshmëria, këto janë fjalë që për opinionin publik janë shumë abstrakte. Përpara se të kaloj, po, do të zonja di ministre, pse përfundoj. edhe diçka, për ata televizionistët që na ndjekin, profesor, dhe konsumojnë fileto pule apo pulë, çfarë masash duhet të marrin për të evituar smundjen nga salmonela? A ekziston një mënyrë për të reduktuar apo eliminuar rrezikun? Tash unë duhet të jap një mesazh për konsumatorin. Po. Sepse natyrisht njerëzit konsumojnë mish pule, aq më tepër për standardin shqiptar të konsumatorit, që është mish i lirë, përdoret në mënyrë masive. Të gjithë ata që kanë bler pulë, që kanë bler filete pule, të bëjnë kujdes që ta gatuajnë mirë. Në rast se një fileto pule futet në furrë në temperaturë 200 gradë për të paktën 20 minuta, arrihet temperatura kritike në pulp prej mbi 70 gradë dhe azgjësohet salmonela. Pra, pak vëmendje, kujdes, Mundet të mos dhe apo aq më shumë, po që se do ta zgjesh mishin, ta fush në nxjerr me presion, e ke për 5 minuta, 10 minuta të azgjësuar. Po problemi nuk është se këtë e ke në dorë ti, por çfarë ndodh në fast food, se ky është problemi. Pra ata që e kanë në dorë për ta gatuar vetë, dhe unë dëshiroj që besoj që shumë shqiptar i kushtojnë kohë gatimit personal, po ka dhe njerëz natyrisht për jetën intensive që ne bëjmë sot, frekuentojmë fast foodet, janë kryesisht të rinj e tjerë. Unë do t'i sugjeroja Autoritetit Kombëtar të Ushqimit që të shkojë në fast foodet dhe të kontrollojë me termometër. Me termometër temperaturën e gatimit të fileteve të pulës, po dhe fileteve të mishit që vinë nga vende me origjinë. Ta bëj këtë kontroll në mënyrë që t'i ofrojmë garancinë e duhur të konsumatorit dhe të qetësojmë dhe opinionin publik që ka mekanizmat për të parandaluar. Dhe ky është një fat i madh për rastin e salmonelës. Se po qëse do të kishim bëjmë me indotje kimike, harroj ti se me zjerje, me pjekje. Zonja ministre, pse ka rënë sistemi juaj i kontrollit dhe mishi i pulës infektuar ka kaluar në treg? Së pari, Ylli, faleminderit për këtë mundësi për të sqaruar opinionin publik, por njëkohësisht edhe nëpërmjet diskutimeve, duke filluar nga profesor Panariti e më gjerë, të japim vlerësimin e duhur përpara se dalim në konkluzione. Sepse ajo që ju sapo thatë, pavarësisht se ka një pikpyetje në fund, nuk është rezultati konkret. Ne duhet presim sa të flasin të gjithë institucionet, të cilat janë duke bërë një vlerësim se çfarë ka ndodhur,
por më lejoni të them që produktet e importuara nga vende dhe si Brazili janë produkte që shoqërohen me certifikat veterinare, që sigurojnë edhe për shëndetin e kafshëve dhe për sigurinë ushqimore në tërësi. Si kurse rasti i filetos pulës, ashtu dhe mishit derit, sepse ne kemi një konsum nga këto vende edhe në produkte tjera, të gjitha stabilimentet të cilat tregtojnë këto produkte nga Brazili dhe që janë të ndërlidhura me kompanitë në Shqipëri, janë stabilimentet të cilat eksportojnë në vendet e BE-s dhe janë në listën që lejohet të eksportojnë në vendet e BE-s. To, Po. që kanë sjelltu. Të gjithë stabilimentet nga Brazili, të cilat kanë një marrëdhënie tregtare me kompanitë shqiptare të importit, janë stabilimente të listuara në Bashkimin Evropian. Kjo duhet thënë për të mos krijuar një konfuzion, qoftë për ta etiketuar Brazilin apo vende të treta, si vende me një risk dhe më të lartë se ç'duan. Jo. Tani. Por zonja ministre, më fal të ndryoj. Vetëm të Jo. Okej. Shiko, ju jeni ministre, por unë besoj që këtu janë kaluar të gjitha hallkat. Jo, më lejoni ta dhe shteti, ja, do të kujtoj. Sepse po flasim që nga zinxhiri certifikat. Për të ndihmuar dhe shikuesin. Shiko sa interesant është. Para disa kohësh këtu në Shqipëri, profesor, doli një salqiqe, vudi quaj, edhe thanë që ka është e infektuar. E gjitha dhe tani doli njeriu që tregtonte atë Palmushi, si e kisha ai, nuk e mbaj mend emrin. Tonë se ti ke kujtesë të fortë dhe mban mend. Myqeremi. Myqemeja. Doli ai dhe e ngri vetë profesor. Mori salqiqe aty, e ngri, e mori dhe media pastaj. Pasi e ngri ai, e mori dhe e vuri në banak lart, që e mban aty këtë lloj ushqimit e këtij zotërisë dhe këtu mbaroi zonja ministre dhe kështu mbaron këtu. Ky njeriu që na del tani i Dimalit, del aty fotografia e tija, delet gjithë në kërkime dhe nuk e gjejnë dot. Vetëm nuk gjejnë dot njerëzit këtu. Nuk është vetëm te ju, e kupton. Janë të gjitha hallkat çalojnë themun. Dakor, por nëse mundem ta çoj deri në fund me. Po patjetër, do ta vlerësoja për të shpjeguar. Patjetër, po të ndihmojmë shikuesin për të kuptuar si ka kaluar kjo gjë këtu. Ja, nuk do t'i evitoj. Etimin le të bëjçëdoj, po ju etimin e parë bëni ju. Sigurisht. Si ka kaluar kjo gjë këtu? Nuk do evitoj asnjë nga pyetjet dhe sigurisht jam këtu për gjitha përgjigjet. Por jam preferencë një komenti në raport me origjinën e produktit. Dhe origjina e produktit është dhe jemi sot me ligjet në Shqipëri njësoj si me ligjet e Bashkimit Evropian kur vjen puna tek çështja e importit, si dhe me shoqërimin e çdo produktit importuar me certifikat. Këto janë të rëndësishme për hyrjen në raport me politikbërjen, për ta thënë më hapur. Ndërkohë bëhet fjalë për një sasi produkti, fileto pule, e cila hyn në pikën doganore të Durrësit dhe në planin e menaxhimit të marrjes së mostrave, një nga ngarkesa, se janë disa ngarkesa, është vlerësuar për të marrë një mostër dhe për të analizuar. Sigurisht që analizat në ISUV, ne kemi gati 1909 analiza që sot i kemi të akredituar nga Bashkimi Evropian, pra janë analiza që ka kaluar të gjithë filtrat edhe në raport ditësh dhe në raport përmbajtjesh, se sa duhet për të dalë në rezultat, merë rezultatin datën 21 mars, në momentin e të cilin dhe AKU-ja vjet në informacion dhe fillon kontrolin e gjurmëshmërisë. Por duhet të thënë që si pas dhe gjithë standarteve të Bashkimit Evropian në raport me gjurmëshmërinë, subjekti, kushdo emër, se unë nuk dua të merrem me emrat të përveçëm, po flas në format protokolli, subjekti duhet që në momentin që ka një përgjigje nga Instituti i Sigurisë Ushqimore, ku ka evidentim të salmonelës, në rastin konkret të përcaktuar, por dhe të sëmundjeve tjera që mund të jenë zoonoze apo jo, kanë detyrimin të informoj se ku ka shkuar dhe ka tregtuar. Ka ndodhur kjo? Është gjetur në pamundësi të informacionit AKU-ja, për të marrë këtë informacion dhe për këtë arsye AKU-ja ka vendosur, biznesi e ka detyrim të informojë në momentin, AKU-s nuk ja ka dhënë. Çdo biznes ka detyrimin që në momentin që vjen analiza të informojë dhe të marrë masa për të ndërprerë. Ky biznes nuk e ka dhënë këtë. Jo. Dhe nga ana tjetër, nuk ka lejuar në një farë mënyrë kontrollin e plot të gjurmëshmërisë. Dhe kjo ka qenë arsye që menjëherë AKU-ja ka referuar rastin
për të ndihmuar dhe nga hetimit tatimor, krimi ekonomik dhe policia shtetit, duke referuar dhe në prokurorin e shkallës parë në rrethin Tiranë. Pra, nëse ne jemi duke folur për sigurinë ushqimore, sigurisht kjo nuk është një çështje lehtë, nuk dua absolutisht ta relativizoj, por në këtë proces palët duhet të marrin përgjegjësitë e tyre në atë që është dhe ndjekja e gjurmëshmërisë sipas një standardi që ne sot e kemi njësoj të njësuar si Bashkimi Evropian, sikurse dhe aty kur ne nuk arrim dot ta gjurmojmë 100%, ne bëjmë palë punën tonë me institucionet e tjera për të arritur në përfundimet konkrete se ku ka ndodhur. Dua vetëm një element, nëse më lejon Ylli, dhe për tavolinën, meqense jemi fillim bisedës. Sëmundjet sonoze janë shtuar në vitet e fundit. Autoriteti Evropian i Sigurisë Ushqimore, EFSA, që për profesor Panaritin sigurisht që është i njohur, raporton çdo vit dhe në janar të këtij viti ka raportuar në veçanti për salmonelën, për të gjithë rastet e evidentuara, një rritje nga 2022, gati 77.500 raste të evidentuara në salmonel, nga 65.000 që ka qenë në vitin 2022. Pra ka një rritje. Të mos harrojmë që ne jetojmë në një rajon që është prekur vitin e shkuar, Greqia u prek nga murtaja e ruminantëve të vegjël. Dhe ju, në qoftë se keni parë lajmet, ata vendosën që të therin, mund ta them këtë tillë, ose të ekzekutojnë të gjithë zonat e dëmtuara, por ne siguruam një perimetër sigurie në kufirin me Greqinë dhe ne shpëtuam nga murtaj ruminante, të cilët do të kishin një kosto gati 200 milion euro për 1.8 milion të imta që ne kemi të regjistruar në Shqipëri. Kemi në 3 muajt e fundit 7 qendra të situatës gripit shpendë. A ka një mënyrë për të... Dhe është një situatë që në çdo rast ne reagojmë menjëherë, sapo marrim përgjigjet e ISUV dhe Zonja Ministre, a ka një mënyrë për të identifikuar se ku ka shkuar ky produkt problematik, a mund të gjurmohet ai dhe konkretisht ai keni gjurmuar? Se kjo është shumë e rëndësishme. Zoti Panariti tha qartësisht që është mirë që të bëhet to kontroll, se në shtëpi njerëzit për shembull mund ta vënë në val aty dhe në temperaturë dhe ikën ajo. Por jo, kjo duhet të jetë. Kjo nuk duhet të jetë rasti. Rasti ideal është në momentin që merret kjo përgjigje, i gjithë malli bllokohet. Dhe kjo është absolutisht pse ne në mungesë të një marrjet informacioni nga biznesi dhe njëkohësisht në mungesë të gjurmëshmërisë në bashkëpunim me biznesin, ne kemi referuar në prokurori dhe në gjithë instancat e tjera që të kemi mundësi në kohë reale të marrim informacion. Unë kam informacione të cilat nuk janë zyrtare, ku pjesa më e madhe është e bllokuar, por unë nuk mund të flas ndërkohë që këtu ka një proces që duhet nga institucionet ligjzbatuese dhe kompetente për këtë proces të shprehen në momentin e duhur, për te përgjegjësisë se në cilin zinxhir është biznesi dhe në cilin zinxhir është inspektori, se nuk e përjashtoj edhe këtë si pjesë të përgjegjësisë, por jam duke thënë për pjesën e tonë që janë në konsum, pjesa më e madhe tyre është gjendur, por nuk mund të shprehem sot sepse në këtë moment është në vlerësim të institucioneve. Por jam edhe njëherë duke thënë që në çdo rast, bashkëpunimi i të gjithë kompanive dhe detyrimi tyre për të raportuar dhe për të ndjekur se ku ka shkuar në sa biznese. Vlerësoj që janë diku tek 50 biznese që janë tregtuar në bazë të faturave tatimore, këtë ne e kemi si informacion dhe kjo nuk është një problem për ta thënë, që kanë zhvilluar, por këtë nuk e them dot, se nuk e di, por një mënyra e reagimit kaq të shpejtë, të paktën nga data 21 dhe pastaj me prokurorim dhe me ndërgjegjësimin që po i bëjmë, është po aq për të vlerësuar jo në raport me problemin që ekziston, po për zinxhirin dhe ndërgjegjësimin që duhet bëhet në të gjithë instancat, si nga bizneset, të cilët kur hyjnë në këtë biznes e kanë shumë të qartë raportimin dhe detyrimin ligjor për të raportuar, dhe njëkohësisht për të gjurmuar me faturat tatimore, sepse ne thirrëm hetimin tatimor, sepse nuk po arrinin të kuptonin se ku ishin dhe një pjesë e produktit në bazë faturave. Pra, është një punë që po bëhet nga 3 institucione dhe unë do të doja që ne të dilim përsëri në moment të dytë dhe të flisim në shifra konkrete për këtë rast. Raport me tonin. Zënë Ministre, sa është sasia që mendohet se ka përfunduar në treg? Sasia e kampionuar dhe pjesa e mosës marrë nga rkesa e kampionuar është diku te 7 ton. 7 ton.
Dhe kjo nuk mund të jetë, unë duhet të jem shumë e sakt, kjo nuk më lejohet të them që kjo ka përfunduar në treg, sepse ne, siç e thash, kemi gjurmuar, kemi bllokuar, por sasia e cila është ende duke u gjurmuar, do të dalin në përfundim të gjithë këtij procesi investigim. Nabilekaj, edhe çfarë ke dhe pyetje njëkohësisht për... Unë mendoj që në ato 51 biznese që shpërndar, zëra ministre duhet i dinte. Apo jo? Duhet i dinte dhe jo vetëm t'i dinte, por të njoftonte publikisht sot njerëzit e këty që mos shkoni në këto... Nuk ka asgjë të keqe këtu. S'është ndërrektam. E dyta është për gjurmëshmëria. Është bllokuar, i nderuar. Është bllokuar. Gjurmëshmëria po është bllokuar. Sa ditë pasi është bllokuar, sa ditë pasi është shkuar aty, sa përqind është shitur një, të dim. Unë e thash pak më parë që do të flasin organet të cilat janë duke hetuar. Folur. Jo, sepse është bllokuar. Flasin organet. Është bllokuar. Unë nuk them dot ata që kanë blerë. Jo, nuk e them. Nuk e themi dot. Ne kemi hartën se ku ka shkuar. Po. Sa janë shitur, sot duhet ta kishim hartën. Jo, e ka një organ tjetër. Do ta kishit juve më. Jo, e ka organ tjetër. Qeveria, ministria juaj, çajnë do organe. Si nuk ju duhet? Ju jeni përgjegjës, si flini gjumë kur ndodh kjo. Si nuk ju duhet? Pra, si mund thuash ti që ka një organ tjetër? Po, e ka policia, hetimi, tatimor. Akuja, shkon tek ai, thotë do të bëj kontrollin. E rrethit Tiranë. Shitet i ndërkohë që po bëj kontrollin unë. Nuk jam. Pasi bëj kontrollin unë, gjej që është me salmonen, hajde gjejmë tani. Pasi e gjejmë, hajde bllokojmë. Ndërkohë që gjysma mund të ketë ikur dhe njerëzit e kanë përdorur. Ose kanë... Jo, nuk mund... Dhe ne do të kishim një hartë sot... Nuk mund të krijoni panik me gjysmën. Se s'ka gjysmën... Jo, nuk e dini. Panikun e bëni ju që s'keni informacion. Jo, nuk e dini. E kanë organet të cilat janë të hetuar. Po pra, ju nuk e dini. Kishit informacionin sot. Ju nuk e dini. Nuk më duhet... Që nuk mund thoni gjysëm. Para hetimit dhe para gjetjes fajtorëve, e para është mos konsumimi. Po, dhe bashkëpunimi dhe informimi. Që kjo të mos konsumohet një në radhë parë. Pastaj, a do dënohet njëri të bëjo, kjo është tjetër çështje. Sigurisht. Nuk kemi këtu për të bërë gjyqet. Problemi është, apo konsumohet, a është konsumuar, sa përqind është të shitur... Nuk e dim akoma. Po këtë duhet dimë. Sepse është në... Çfarë nuk duhet dhe, kush e ka fajin... Jo, s'po thema. Do nxjerr gjykata, do nxjerr... Problemi është, përgjegjësia politike është e juaja, kaq në duhet, ne? Mirë, unë besoj që pyetjes ishin akoma përgjegjësia politike. Dhe pastaj, pas përgjegjësisë politike, përgjegjësia institucionale ka akuja, dhe këto na duhen. Sa do nxjerr prokuroria, kush e ka fajin, kush e ka bërë tjetër çështje. Për shembull, ajo që është urgjente sot është kjo. Ku ka shkuar, sa është shitur, dhe atje ku është shitur është përdorur. Nderuar, ju nuk e vlerësoni faktin që institucioni ka denoncuar prokurorin në momentin që biznesi më lejon. Në momentin, po pikërisht, dhe mua. Dhe mua më duhet po aq sa ju dhe po aq sa gjithëve ne. Po pra, juve sot... Por ju nuk mund të spekuloni, duke relativizuar rëndësinë që japim dhe ne, si politik bërës rëndësisë së shëndetit. Sepse jam duke thënë këtë gjë, dhe më lejoni ta ritheksoj. Në momentin që biznesi nuk informon për gjurmëshmërinë dhe ne çojmë në prokurori, a nuk jemi ne duke ndjekur pikërisht ligjin? Dhe a jemi ne duke siguruar që duke shtuar forca sipas të gjithë institucioneve përgjegjëse, jo vetëm për prokurorin, unë përmenda hetimin tatimor, krimin ekonomik dhe jam duke thënë që ne mund të kemi informacion, por nuk është zyrtar. Por që ju të vinë e thoni gjysma, unë them më shumë se gjysma, si do tjetë? Atëherë, këtë do tjetë në fund të, sepse gjurmëshmëria bëhet në bazë të një raportimi që e ka ligj. Nesërmen e ditës që ka ta lajmi, ju do të kishit... Të nesërmen e ditës ne kemi çuar në prokurori. Sa ka shkuar? Me kilogram, jo me ton. Ju duhet të ndihni... Ka ju 21 ton. Pjesa tjetër, ka qenë infektuar? Ajo është pjesë procesi. A dim në këtë? A është pjesë procesi akoma? Më falë të lutem. Mere e mëndën, është kampionuar... Nga 21 ton, ne dim që një 7 tonsh ka dalë me salmonel, pjesa tjetër se dim akoma, sa shitur se dim akoma, kush e ka në shtëpi se dim akoma, dhe çfarë do i themi atij në shtëpi se dim akoma. Shiko, të krijosh panik me debat publik, është papërgjegjshmëri. Dhe unë do t'ja them edhe një herë, është papërgjegjshmëri. Ju jeni ishte papërgjegjshëm. Dhe po ju them edhe një herë, Zotja Bilekaj, ju shpesh, si tani po e bëni dhe me portalet tuaja, mund të godisni, por me sigurinë ushqimore. Unë jam këtu për të ndjekur një informim publiku për atë që është protokolli sipas ligjit. Dhe po ju them edhe një herë, përpara se ju t'jeni kaq emocionuar, do t'ishit emocionuar me një kompani e cila gjurmëshmërinë nuk e ka parë si pjesë të protokollit të saj ligjor.
Dhe ditën që analiza ka shkuar tek biznesi dhe tek AKU-ja dhe biznesi nuk ka lejuar që të japi informacion për gjurmëshmërinë dhe ne çojmë për prokurori dhe për gjithë institucionet e tjera, ju thoni jeni të papërgjegjshëm. Kur ne jemi duke thënë, po ndjekim protokollin. 21 e morën vesh informacionin dhe jemi duke bërë gjurmëshmërinë duke shtuar kapacitete me ato institucione që janë përgjegjëse. Ju lutem, informimi të jetë i plot dhe raport me numrin, sasin, 40 është i panevojshëm kur ju nuk jeni përfaqësues i atij institucioni që po evidenton ku është marrja e këtij informacioni. Nuk janë 10 ditë. Juve ka thënë 21. Po 21 është marrja përgjithëse së analizës në ISUV. Po pra, është marrë informacioni. Dhe përgjithësia e ISUV, profesori e di shumë mirë që nuk e di ma mund të bëhet analiza për 10 orë. Salmonellën. Nuk bëhet do të Kush është duke konsumuar? Analiza kërkon Duke ju parë juve, duke ngrënë fileto puleve salmonell. Unë refuzoj të jap përgjigje për komunikimin e pasakt dhe akuzues për papërgjegjshmëri kur këtu jam duke garantuar. Patjetër, ja një sekondë, jam duke garantuar protokollin. Përpara se të hyjnë zotrinjtë e tjerë në bisedë, zonja ministre, pa dashur të ndihmoj këtë që thotë, po duke qenë përpjekur të jemi pa anshëm, që thotë kolegu, më shkruan njëri që është ekspert i ekonomisë dhe i kësaj fushë përgjithsisht. Ylli thotë Zeft Preçi, a mund ta pyesë zonjën Denaj mbi numrin dhe përbërjen e stafit të AKU-s në një kohë që vendi numëron 130.000 biznese të regjistruara jo zyrtarisht, thuhet se janë vetëm 150 inspektorë. Cila është arsyeja pse kjo agjenci nuk publikon emrat e kompanive që sjellin produkte të kontaminuara duke kërkuar mbështetjen e konsumatorëve për të ndëshkuar këta sipërmarrës, se mund të marrë unë, zonja ministre, tani, nesër i ke ngrije mund nga këtu nga emisioni dhe marrë dhe 3 thas me helm dhe vete i jetë të uji. Ai mund të ketë kriminal sa duash. Dhe njerëz që sjellin, njerëz që bëjnë krime të tilla, njerëz që sjellin, po ta lësh në dorë të tyre që duhet ai të deklarojë çfarë sjell. Nuk e lash. Ti mund të kesh edhe jo. Komunikimi im ishte besoj shumë i qartë, por nëse ne bëjmë debate për konsum klikimesh, dhe thotë ky, a mund të na thotë debate që na dëgjojnë konsumatorët, unë jam duke thënë vetëm këtë gjë. Ka qenë ministër zotëria dhe është një ekspert. Në momentin që ne marrim përgjigjet e a mund të na thotë zonja Denaj, po, përse nuk funksionojnë procedurat e konfiskimit, për shembull në rastin e mandarinave, po themi tot. Dhe si shpjegohet që ndëshkimet prekin vetëm në punës inspektor të rëndomtë dhe asnjëherë njerëz në nivele të tjera. Tani, së pari në raport me emrin tregtar. Problemi i një sëmundje është sëmundja vetë. Zinxhiri i vlerësimit nëse emri tregtar është i filanit apo i fistekut, është çështje që nuk i takon institucionit, i takon prokurorisë për të gjetur kush janë shkelësit e ligjit. Përfshir këtu dhe inspektor, përfshir këtu dhe drejtor. Dhe rasti i Beratit në raport me Manderinën është një rast evident i pushimit dhe largimit nga puna. Ndërkohë, le të merret prokuroria për të parë nëse ka vlera të konsumuara ose element të veprës penale. Ajo që jam duke thënë është kjo. Ne marrim përgjigje nga Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe reagojmë në të njëjtën kohë. Nuk e lëm që të presim sa të vi biznesit na thot, por përpara marrjes së mostrës dhe analizës nga ISUV, ne nuk mund të vendosim që këtu ka një evidencë të kësaj sëmundje. Pra është vetëm Instituti i Sigurisë Ushqimore që shprehet në bazë të analizës dhe evidenton rastin në fjalë me raste të tjera që mundet në ato ngarkesat të mos janë. Dhe ka një vlerësim të asaj që ju thatë pak më parë, që gjurmëshmëria duhet shkojë deri te stabilimente, unë këtu jam dakord, por duke parë dhe duke marrë mostra të gjithë kampionet në të gjithë ngarkesat. Kjo që i bëjmë referencë është mostra e marrë në një kampionim me 7 ton dhe sigurisht gjithë zinxhiri futet tani për të vlerësuar. Por AKU në datë 21 është vënë në dieni për ekzistencën e këtij bakteri në këtë ngarkesë si rezultati marrjes së një mostre në pikën. Profesorit e pastaj zoti Zus. Alarmi nuk u ndes. Undes ditën që u mori Suvi. Un kam një edhe nisur nga përvoja ime, se unë vi nga fusha e sigurisë ushqimore, jam veteriner, për dhe toksikolog. Unë do t'isha e rezervuar në ato që tha ministria, unë nuk e konsideroj Brazilin, as Argentinën, as Kinën, as Indin, pavarësisht nga
fakti që disa sipërmarrje atje mund pretendojnë që kanë adoptuar praktika të sigurisë së cilësisë Bashkimit Evropian si vendet sigurta. Pra, për mua, çdo mall ushqimor që vjen jashtë Bashkimit Evropian dhe jashtë tregut të Shtetit Bashkuar të Amerikës është me flamur të kuq. Dhe nuk duhet kryer çdo gabim, pa bërë komplet analizat për cilësinë dhe sigurinë e mallit. Pra, momenti që vjen malli, pavarësisht nga letrat rregullohen. Paperwork është paperwork, gjithë secili i sjell konform asaj që dëshiron ai të vendosë në ato letra. Por, malli nuk duhet zhdoganuar. Madje ne kemi pasur rastet që anijet e kemi lënë dhe në radhë. Në radhë e kemi lënë. Nuk e kemi lejuar fare që malli preki territorin shqiptar ku kanë ardhur nga vende të dyshimta. Shkon autoriteti kombëtar i ushqimit, inspektori, i thot atij hape kontejnerin, merr mosur përfaqësuese, mbyllë kontejnerin, vulose, dhe vetëm kur të vijë rezultati nga Instituti i Sigurisë Ushqimore Veterinarisë, do të hapësh kontejnerin, do dalësh në treg. Fakti që ka dalë në treg produkti post factum, pra analiza ka dalë më vonë dhe produkti ka infiltruar, për mua është një diçka e rëndë dhe që meriton një vëmendje dhe është një shqetësim publik, por është edhe mërgjër, sepse kjo gjë ndodhi fatkeqësisht, duam apo s'duam, të ndodhi edhe me mandarinat e Kroacisë. Patë një certifikat, patë një fletë analize nga një laborator kroat, i cili ta ktheu, ndërkohë që malli me praninë e biznesit dhe të autoritetit kombëtar të ushqimeve duhesha asgjësuar, groposur, dhe jo t'i lihesh atij, ta fusën në magazin dhe pastaj priste momentin e dur për ta infiltruar në treg. Kjo është praktika. Kjo nuk është përgjegjësia juaj direkte, ministër, se unë kam qenë vetë ministër. Ministri është një person politik, po aty ka një person që është drejtori i akuz. Konkretisht, po ai ka ikën fushat. Është drejtori i akuz. Unë kam vënë re që nuk e di pse s'ka stabilitet atje. Në çdo një muaj ndronin drejtor. Drejtori i akuz. Dhe ka dhe një diçka që e kam provuar dhe unë, se kam qenë pjesë e qeverisë suaj. Në kryet atij institucione, se kjo është drama jonë, nga që mundojmë të akomodojmë dhe orekset e partive, aty vendosim persona që nuk kanë lidhje fare me sigurinë ushqimore. Mendoj që jemi vetmi vend në rajon edhe në Europë që në kryet atij institucione ne nuk kemi as kimist, as mikrobiolog, as veterinar, as mjek, siç duhet jetë rasti, që të kuptoj sigurisht nga çështjet e infeksioneve, nga çështjet e helmimeve e tjera. Mendoj se një person i cili është thjesht një administrator. Është një gjë sikur në kryet spitalit onkologjik bësh një agronom. Po të më vësh mua për shumë. Po mirë të prandaj duhet një vëmendje. Dhe dyta, zonja ministra, duhet dini që ai institucion ka edhe një bord shkencor. Ka një bord shkencor i cili është aty pikërisht për të filtruar dhe për të monitoruar dhe për të vlerësuar situata të tilla. Ai bord ka personalitete që vinë nga Universiteti Bujqësor, që vinë nga institucionet kërkimore shkencore të fushës së ushqimit, ka doktorë dhe profesorë, duhen pyetur ata. Pra, vjen ky rast, u konstatua, duhen dhe ata të japin mendimin e tyre se është një institucion autonom, këshilltar është, por gjithsesi do të ketë zonë vendimmarrje. Në mënyrë që mos futemi në tilla ngërçe që është dhe turp tashmë që të krijojmë një panik të tillë, një situatë e cila mund të ishte parandaluar, sepse dihet çdo gjë që vjen nga Brazili, që vjen nga Kina, që vjen nga India, është me flamur të kuq. Ti lëm këtë histori, jo ka stabilitet. Është vërtet që importon Gjermania, importon Franca, por ata kanë inspektorët e tyre i kanë në Brazil dhe. Pra, normalisht non-stop, inspektorët e tyre janë pjesë e hallkave, që të prodhimit, që në sipërmarrje, në përpunim janë aty, janë prezenti aty dhe bëjnë auditim dhe inspektim konstant. Keti njerëz aty? Por një listë nuk kemi vetëm nga këto stabilimente, profesor. Nuk e mund të them diçka nga një këndvështrim. Nuk e di, t'jalëm hetimit, mos unë nxito i biznesit. Mos unë nxito, të shohim a ka ardhur nga këto stabilimente. Mos unë nxito. Nuk do bëj asnjë opinion, unë thjesht do jap fakte nga realiteti i biznesit mish, të cilin e njoh fjalë. Alban, ne kemi punuar bashkë. Unë Brazilin, Argjentinën, Kinën, Indin nuk i konsideroj vende që zbatojnë standardet të Bashkimit Evropian apo Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kjo është bindje ime absolute. Tani, fakti që ata mund të kenë sipërmarrje të certifikuara, që dikush kanë sa duash. Por varet ça merr ai që shkon. Janë të listuara për import në Bashkimin Evropian, kështu që ne nuk mund të blokojmë. Për mua ato duhet të nështrohen kontrollit që në momenti që malli, maunja, ania, kontejneri vjen në Shqipëri.
të mbajtë e vullosur, të merret mostra dhe pastaj. Këtë nuk e bëjmë me mandat e Bashkimit Evropian, sepse kemi besueshmëri dhe jemi pjesë e procesit të integrimit në atë treg. Po ç'lidhje kemi ne tash me edhe shpërgjegjësi ka Brazili apo India apo Pakistani ku marrim erzat e më thënë tash me çështjet e sigurisë ushqimore. Prandaj duhet bëjmë një diferencim. Unë tani unë jam tregtar, po më ka ndodhur shtit gjithë botën. Kam qenë me kolegun tim Shullaku në Kinë. Atje ka shopinje të jashtëzakonshme të mira. Por natën ne blem më ndafsh në një vend tjetër, veshje më ndafshi, dhe kur i veshëm në Tiranë natën, unë u bëra i kuq, ai u bëje shi. A kupton tani ti varet ku e ble në Kinor dhe ai vetë ai di malit, që tani se gjën dot dhe ku është, se tani fshehur ai ka ikur. Është në paditur. Pra më gëja në fakt tani importin. E ka bërë kompania tjetër, po s'ka. Kompania tjetër, Të themi vetëm disa fakte, nga ky biznes dhe nga mënyra se si procedohet derisa produktet dalin në treg. Së pari, Brazili sot është eksportuesi më i madh në botë i mishit. Është pa diskutim më i madh. Stendat e kompanive braziliane 2-3 tek të cilat ne importojmë, sepse nuk importohet. Brazili mund të ketë mbi 100 prodhues mishit, por kompanitë shqiptare kanë ekskluzivitet në 2 kompani të mëdha braziliane, të cilat kur shkojnë në për panajeret ndërkombëtare të Frankfurtit, që është panajeri i mishit, kanë një kat të tërë, janë stendat më të mëdha me 5 herë, 6 herë më të mëdha se sa stendat e bizneseve europiane. Që do të thotë se ka një nivel jashtëzakonisht të lartë standardesh. Që në 2007-2008 ka vajtur një ekip nga Ministria e Bujqësisë e asaj kohe, ka vajtur në Brazil dhe ka bërë klasifikimin dhe përfundimisht është marrë vendimi që do të blihet vetëm nga stabilimente të certifikuar nga BE ose Rusia, më pas u hoq Rusia dhe ngeli vetëm BE. Pra, sot në Shqipëri, nga Brazili, importohet mish vetëm nga 2 kompani braziliane, të cilat kanë ekskluzivitet me kompanitë shqiptare. Njëra prej këtyre është edhe ky Dimali, dikush është edhe dikush tjetër. Përsa i përket kësaj pjese, dhe ky është një realitet i padiskutueshëm, dhe ato janë të certifikuar nga BE. Dhe në Brazil eksportojnë, këto lloj kompanish eksportojnë 1000 kontenjer në ditë. Dhe nuk ka shanse që ato të prodhojnë një kontenjer të kontaminuar për Shqipërinë. Nga ana tjetër, është krejtësisht fakt i njohur, unë ditë paktën 20-30 raste, që sa herë ndodhin kontaminime me salmonel, kompanitë braziliane me një herë e kthejnë mbrapsht kontenjerin. Mjafton t'i çosh certifikatën, kur ka dyshime merr edhe një analizë në një laborator, zakonisht e kanë bërë në Greqi, në laboratore Greqiet, dhe e kthejnë me një herë certifikatën. Nuk e kuptoj dot arsyen subjektive të këtij subjektit sepse mundet të mos ketë bashkëpunuar dhe ndonë se kam vlerësim për atë subjekt, nuk është biznesmen i keq, por ju ndoshta Alban bëni transporte të rregullta të këtij lloji dhe po flisni për kompani shumë serioze. Unë sapo thash që bota është e mbushur, bota e madhe, shumë e madhe siç është Kina apo Brazili. Në fakt unë kam qenë në këto 2 vende dhe i kam parë ç'a ndodh. Kam parë ç'a ndodh. Janë vetëm 2 kompani. 2 kompani, por po 2 kompani janë më i dashur, po edhe në vendin më lartë, ku është ky vend i drogës e tonë më lartë, ku marrin banane, e mbushin dhe me drogë brenda, si quhet? Kolumbia. Jo, këtu më lartë. Që është në kufim në Ekuador. Shteti që është në Ekuador, që sjell me shumicë drogë. Aty e merr ai e mbushte fut banane, e mbushe me drogë, e sjell këtu. Nuk është fare e vështirë në këto vende të marrësh te kjo kompania këtu aty, të marrësh diçka aty dhe pjesën e madhe ta marrësh diku tjetër me gjithë salmonelat e me gjitha këto. Unë i kam parë këto vende dhe ne të gjithë e dim. Po flasim tani për 2, ti mund ta marrësh më atje, edhe normal. Po varet dhe nga njeriu. Është e tejkaluar. Pyetja që kam unë, jo, nuk është e tejkaluar. Se përderisa ti nuk e gjen dot njeriu, zonja ministre, kur një tregtar fut me vetdije një produkt të dëmshëm, dhe tregtar shqiptar që futin me vetdije dhe me vetdije produkte të dëmshme nuk janë pak. Ka pas. Edhe ka. Çfarë janë dëshkimet në këtë rast? Sepse dëgjojmë vetëm këtu është në ndjekje dhe është kështu dhe nuk ndodh asgjë. Është si te ai që thash unë. Doli vet ai e hengri atë salciçen, e hengri tha, ja tha, kjo është salciçe, e hengri dhe iku. Kaq. Çfarë ndodh me këta? A duhen dënime më të ashpra për këta njerëz? Dhe a keni Sigurisht që dënimet janë, edhe nga rasti i procesit me mandarina, ne kemi informacione që disa fermer janë proceduar penalisht, dhe sigurisht mua nuk vjen mirë asnjëherë që asnjë fermer të procedohet, por nga ana tjetër, përdorimi i pesticideve të ndaluara
që ndodh dhe në vendet e Bashkimit Evropian, se ne kemi pas ndalesa dhe nga Italia dhe Greqia të bllokuara si madhra importi me të njëjtin pesticid, sikurse dhe ato të prodhuara në Shqipëri, si në rastin e dhjetorit. Por 4-6 fermerë nuk mund të prishin gjithë imazhin e Shqipërisë dhe sigurisht as shëndetin e shqiptarit, fëmijëve tanë, dhe prandaj këto masa janë dhe duhet të jenë aty për të gjithë ata që shkelin ligjin, përfshirë dhe inspektor, qoftë të pikës kufitare, doganore në Durrës, apo ai që sipas protokollit duhet ta ndiqte procesin me të gjithë rigorizitetin e duhur. Pra, unë jam dakord që këto duhet jenë raste ku bën shembuj, edhe pse mund të jetë e vështirë për ta gestionuar në rastin e një fermeri, por njëkohësisht duhet mësojmë që fermerët dhe bizneset të ndërgjegjësojnë që në hallkën e parë, nëse fermeri vazhdon dhe blen pesticidin kontraband, do t'i thënë në mënyrë të drejtë për drejtë, e blen dhe dëgjojmë që vjen nga Kosova, nuk e di nga vjen, se nuk jam me informacion zyrtar dhe unë jam ministre dhe duhet t'i referojmë informacioneve zyrtare. Por në farmacitë tona veterinare, ne kemi vetëm produktet të cilat janë të lejuara. Pra, 6, 7 apo 10 fermerë sot, nëse ndiqen penalisht, duhet të bënë shembull për gjithë fermerët, sepse importi nuk mundet të zvendësohet me produktet e eksportit, nëse ky produkt fillon dhe ka një imazh edhe në tregjet ndërkombëtare. Ne kemi arritur vjet 924 ngarkesa me mandarina. 924 ngarkesa. 4 ngarkesa krijuan një imazh i cili krijon dhe një problem për bizneset për tregtimin këtë vit. Pra, duhet kuptuar që është një zinxhir i tërë që vjet në rrezik. Vjet edhe shëndeti, vjet edhe Unë jam një njeri me analiza nga Italia. Me analiza të bëra në Itali. Në analiza dhe dhe u kapën në krasi. Ishin analiza të bëra. Ne nuk bëjmë dot analiza nderuar për 100%. As Evropa nuk e bën dot. Ne bëjmë bazë risku. A duhet shtuar, unë kam ngritur dhe një task force, që nga janari, sidomos mbas situatës me dhjetorin, e cila nëse vlerëson që me baza e riskut nga një institucion varësie është në një nivel më të reduktuar se sa gjykohet, ne kërkojmë të shtohen është kush nga Bashkimi Evropian, kush nga Bashkimi Evropian, që pengesat për efekt analizësh të jenë më pak se 1%, sepse konsiderohen barrierë jo tarifore. Pra, nuk është kontrol. Shiko sa e thjesht. Nuk është vetëm, ne kemi marrë një moment që është e lidhur me Ministrinë e STU. Po kjo është një rrugë për gjithë vendin, për gjitha gjërat e tjera. Unë që më shikon të këtu nuk ble asnjë ilaç, sepse nuk kanë asnjë efekt, nuk ble asnjë ilaç, zonja ministre, këtu. Sepse e di çfarë janë. Dhe njerëzit më thonë nuk duhet ta blesh. Mjekët vetë më thonë nuk duhet ta marrësh ilaçin këtu. Sepse nuk bën. Ylli, mund të them diçka? Nuk është kështu tani, është një Katër ngarkesa, jo vetëm me lejon, se ne duhet kuptojmë kur japim një efekt tek publiku. 4 ngarkesa me mandarina. Publiku duhet i tregojmë. Ja, të lutem. Jo, unë nuk fshe asnjëherë dhe ju më keni parë se financash unë i dal dhe flas. Nuk është te ju është momenti që po flasim për 4 ngarkesa me mandarina ishin mandarina eksporti. 35 janë bllokuar me pesticidin e ndaluar nga Italia dhe Greqia. Janë vendet e Bashkimit Evropian. Ky nuk është vetëm fenomen, unë nuk po e relativizoj. Nuk jam duke thënë që edhe ata që kanë kesin ne. Por duhet të them që ky produkt bëhet duke rritur nivelin e informacionit, EFSA është eksaktësisht ky organizim i cili në kohë reale ne na informon kur agripi shkëpen vend në Kroaci. Dhe ne brenda ditës bëjmë bllokimin e importit. Kur ka një problem në Rumani. Ky informacion nuk i intereson vetëm Rumanisë apo Kroacisë, na intereson dhe ne që të bllokojmë në mënyrë të menjëhershme. Këto janë protokolle që ne i kemi vendosur në ligj. Në zbatim të tyre ka inspektor, që unë nuk jam duke thënë numra tani dhe as emra, por janë të detyrueshme për të zbatuar nga çdo inspektor. Në shtator vitit kaluar, ka kaluar një ligj shumë i rëndësishëm dhe dua të ndaloj vetëm 1 minutë këtu, nëse më lejoni. Është ligji që vihet në zbatim deri në fund të këtij viti, me të gjitha aktet juridike në detyrim të zbatim të ligjit, që inspektoriatet do të riorganizohen. AKU-ja do shkrihet dhe do të bashkohet me të gjitha inspektoriatet e ushqimit, të cilat do të krijojnë një institucion i cili do të bazoj punën e tij. Institucion kombëtar për peshkimin, për bimën, për të gjithë produktet e lidhura dhe me sëmundjet. Ndoshta këta s'do kontrollojnë asgjë pastaj. Dhe nuk do të varet vetëm nga një drejtor i përgjithshëm,
as nga ministri, por nga një sistemi tërë, sepse ne nuk mund menaxhojmë gjithmonë me njerëz. Ne duhet menaxhojmë me sisteme dhe nga 3 nivele monitorimi. Dhe kur matrica e risku të thotë që ato që janë produkte nga Brazili duhet jenë 100% dhe nuk duhet shkoj vetëm akuja, por në atë kohë duhet shkojnë dhe tatime, duhet shkojnë edhe në një institucion tjetër, në të njëjtën ditë, këtë do bëj kjo detyrë e re e inspektoriateve të cilat sot i kemi me ligj dhe ka që nga shtatori që ka kaluar në Parlamentin e Shqipërisë. Por jo të më maroj këtë se bëra një pyetje ministrit si nuk më dha përgjigjen e plot. Iku te pjesë tjetër. Jo qëllimisht, por iku. Tani, për një moment supozojmë që ky i Dimalit apo AMG që është ajo, u kap, u gjetë në fund. Çfarë janë dënimet për këtë, zonjë ministre? Vërtetua që... Jo, ligji që ato të ligji. Në qoftë se ka shkel ligjin janë shumë tash pra ju. Ato janë me... Janë 5 vjet burg, në qoftë se ka shkel ligj. Sepse ka rizikuar shëndetin e njerëzve. Po, është 5 vjet burg, shumë i rënd. Është njësoj edhe më shumë duhet. Po, më shkon edhe 7. Është si të marrë unë një fes me elmë dhe ta edhë në 2019 në mos gabofsha, ndryshoi kodi penal në 2019, ndryshoi kodi penal dhe u ashpërsuan. Ishin 2 deri në 3 vjet dhe vajten 5 deri në 7 vjet dënimet për krime që kanë bëjnë me sigurinë ushqimore. Pra, ka një vëmendje absolutisht, madje unë kam qenë që kundra kësaj gjë, sepse nuk duhet trajtuar një biznesmen si një kriminal, por gjithsesi, dënimet janë shumë të ashpra. Dënimet janë shumë të ashpra, po, pa diskutim. Unë nuk arrit përsëri ta kuptoj sjelljen e këtij biznesit nga informacionet që kam dëgjuar, sepse nuk kam folur. Ai sipërmarrësi nuk është sipërmarrësi keq, përkundrazi është një operator serioz. Nuk arrit do ta kuptoj, nuk bie dakord kurse si me mos bashkëpunimin për të dhënë informacion. Nuk na ka dhënë gjurmëshmërinë, nuk thash nuk na dha gjurmëshmërinë. Unë kam 2 situata me AKU-n, një herë në dhjetor të 2022-shit, kur erdhi një alert nga Rasfi, në orën 5 kanë ardhur inspektorët, në orën 9 është dhënë informacioni entit austriak, i cili të nesër në orën 10 mbaroi punë. Pra, në momentin që ka bashkëpunim, gjithçka përfundon shumë mirë. Është detyrim ligjor, po pa diskutim. Nuk është çështje bashkëpunimi. Dhe ky është problemi i sistemit që sapo u tha këtu, që këtu mungon sistemi. Dhe sistemi, një ndër elementet për të vendosur sistemin, dhe që do i vinte ka pak shumë shpejt gjithë historierave, është bërja e faturës. Ylli, sistemi, në momentin që kemi informalitet 50%, sistemi është i rëndë. Okej, Antoni. Unë po ndjek edhe që këtu, si po në ndjekin njerëzit të... Po në ndjekin dhe një zonjë, mua më thotë para se të fillosh ti, si Dorela Vatnikaj, si ka mundësi që kontenerët, aktiviste kjo, dalin në treg pa u bërë analizat e sigurisë. Ta jep unë Po është bërë pra analizat. Ta jep unë një shpjegim praktik, o Ylli, sepse... Ta sharoj që... Nuk mund bëjmë i gjithë... Ta jep një shpjegim praktik. Dhe njerëzit u mërzitën me sa kuptoj. Po. Ta vim pak praktik njerëzit. Po. Biseda është të tillë. Ju thatë, ilaçet e Shqipëri po zblim më, të kanë thënë ty në mos bli ilaç, apo? Po. E diti pse ta ka ndodhur kjo? Sepse Ilir Beqa, kur u bë ministër, hoqi detyrimin ligjor që ilaçet që futen në Shqipëri të kishin certifikat evropiane. E dini ju pse del në treg kjo mishi me salmonel? Se ka fajin ky, se ky biznesmeni këtu ka 30 vjet që bën këtë punë. Ai ishte i fundit i interesuar që të shes mish me salmonel. E kthen mbrapsht. Ai e kthen mbrapsht. Se ka fajin ai, e ka fajin Bledi Çuçi, që kur u bë ministri i bujqësisë, tha ta bëjnë kontrollet, po ndërkohë që bëhet kontrolli të shpërndahet ushqimi. Në të njëjtën kohë? Po. Pra këto interesa jo të okulte, mos e them një fjalë tjetër, të disa njerëzve me pushtet, që kanë lejuar që këto krime të ndodhin, na kanë sjellë në këtë situatë, nuk na kanë sjellë biznesmenët. Anton. Neve, një sekond. Ja, ta mbaroj. Këto janë situatat. Doli gripi shpendëve. E dim në çfarë, na u tha gjën e sa pula u azgjësuan. Ja, si nuk ju tha? Sa vezë janë azgjësuar? Më thoni pak të dënë. Po ju i bie sa vezë janë azgjësuar? Përpara se të shkruani. Sa vezë kanë dalë në treg? Po më pyet. Po jam duke do t'i thonë ju, po të ndrun, po të pyes unë dhe më thuaj. Sigurisht, prandaj shkruani mbasi të pyesni institucionin. Jo duke e hambëdhësuar në portalet tuaja. Jo, ju lutem. Jo. Ju shkruani mbasi institucioni është shprehur. Juve shkruani pa u shprehur institucioni. Ju duhet njoftoni njerëzit. Sigurisht, ju se hapni njerë faqen e webit ministrisë. Ajo që unë jam duke kuptuar, inderuar, ajo që jam duke kuptuar është ju se hapni webin e ministrisë. Sepse, nëse hapni webin e ministrisë, apo kërkoni një informim zyrtar, për të gjithë këtë që ju thatë, në asnjë rast, dhe ju garantoj për këtë, nuk ka mungu informacione.
Dhe nga ana tjetër kemi qenë ne duke e çuar informacionin, ka rënë gripi i shpendëve, është në këto zona është i bllokuar. Prandaj ju lutem, informimin dhe debatin publik bëheni argumentat. Tani, gripi i shpendëve ra në një stabiliment, po ndërkohë kishte 3 muaj që binte në ferma dhe ne kemi pasur her pas here menaxhim krizash nëpërmjet qendrës krizave 7 në 3 muajt e fundit. Në momenti që ra në stabiliment, ra një herë tek stabilimenti i Reas, që brenda 24 orëve është marrë vendimi dhe është ndjekur ekzekutimi për të mos u përhapur, por kjo është një smundje që ju e dini gjithë nuk mund të evitohet, por ndërkohë ne ishim aty me gjithë veterinerët. Ne ndjekim protokollet. Ne nuk mundet që të evitojmë, siç e thash pak më parë, 77.500 raste salmonell në Evropë. Ne themi, si të evidentojmë që problemet e evidentuara të reagohet me njëherë. Ne nuk mundet të themi pse ka rënë gripi i shpendëve në Amerikë dhe çmimi i vezëve është ngritur dhe ju e dini se konsumoni lajme, por ndërkohë në Shqipëri nuk ka ndodhur kjo rritje e çmimit sepse ekzekutimi përveç faktit që ka ndodhur në kohë reale dhe dëmi ka qenë më i vogël. Dhe në kokra vezësh, unë ju a jap informacionin, është gati 1 milion kokra vezë dhe janë 200.000 dhe 300.000 tek secili stabiliment me zojsh të cilët kanë mbyllur ciklin e tyre të riprodhimit. Ky informacion është zyrtar. Nuk është sekret. Ky është informacion që ne japim publikut, por ju mos krijoni informacion për konsum politik, publik, për të thënë që ministria nuk informon. Ne informojmë dhe ne nuk flasim dot me emra kompanish, ne flasim për rastin, për ndjekje protokolli dhe kur protokolli nuk ndiqet, ne shkojmë dhe kërkojmë ndihmën e organeve kompetente, polici, për të hapur derën, në qoftë se nuk na hapet dera. Hetimi do t'i marrë për atë shpërfaqësinë sa mund të jetë fatura. Dhe e çojmë për ndjekje penale. Këtë bën ministria dhe ndjek protokollin. Dhe në qoftë se një institucion varësie nuk e ka ndjek protokollin, edhe personi përgjegjës se ka ndjek protokollin do të ketë të njëjtin ballafaqim me ligjin, sikurse X biznes pavarësisht emrit të tij. Ky është rasti dhe unë jam e bindur që ne duhet që të konsumojmë shumë më pak në raport me sigurinë ushqimore, debat publik, politik dhe të jemi të qartë. Po ju kërkoj që ju të referoni webit të ministrisë apo në rastin konkret të taku. Sa vezë janë nëgjësuar? Dhe ju a thash pak më parë dhe me shkrim, unë ju jap, sa dorë në treg? Jo s'ma thatë. Asnjë s'ka dalë në treg, sepse është bllokuar në të njëjtën ditë. Është bllokuar në të njëjtën ditë që është marrë dhe analiza është brenda të njëjtës ditë. Dhe gjurmëshmëria është në zinxhir të plot. Në zinxhir të plot. Na i thonë numrin e vezëve. Sigurisht e ke në web. Merre në web. Përpiqu që para se të shkruash në portalin tënd i nderuar, hap faqen e webit dhe kërko nëse ai informacion nuk është, nëse nga ne të bllokohet informacioni, atëherë ke të drejtë të thuash që ministria apo institucionet e varësisë nuk japin informacion. Është reagimi i menjëhershëm që ka ndodhur. Ne nuk menaxhonim dot 7 kriza në 3 muajt e fundit me gripin e shpendëve, që është një smundje që ka rënë kudo dhe ju e dini shumë mirë, nëse ne nuk do kishim çuar veterinerët të cilët evidentonin zonën, 3 kilometra dhe 10 kilometra veterinerët kanë qenë aty në 21 ditë. Dhe besoj që ata janë personat të cilët e kanë treguar me punën e tyre për kushtimin. Aty ku kanë pasur mungesa, janë ballafaquar me ligjin dhe me referimet në institucionet përkatëse. Kanë 3 drejtora ku ujë në 3 muaj. Kjo është tjetër gjë, ju lutem, nuk jam duke folur për drejtorat, unë jam duke folur për një sistem reagimi dhe jam duke folur që sistemi bëhet... Shkon ai me deputet në Durrës, vjen ai tjetri nga KPK-ja, bëhet drejtora ku ujë, antari KPK-s, pastaj shkon bëhet kandidat në Elbasan, kështu që s'kishte kohë ky se u shpallën kandidatës se do bëhet edhe ky tjetri. Problemi është që përveç se ju tallen në institucionin, si ministri i qeverisë. Jo, nuk realizoj këtë. Një vendim që e bën edhe ju. Edhe si ministre, po edhe si aktivit, unë në këtyre të tjera ju dhe nuk mendoj që duhet të bisedojmë. Unë vi të respektoj, por unë vi këtu të respektoj publikun dhe pyetjet dhe protokollin. Por ju mos u tallni duke ofenduar. Dy pyetje tjera të për të mos. Janë shumë keq, nuk ja përmend fare komentin. E refuzoj të përgjigjem. Atëre ka patur raportimin zëri ministri. Klikimesh, portalesh, nuk futem në atë. Një minutë kam, unë vetëm. Dhe besoj që... Një minutë kam, unë duhet kemi këto raste,
kemi E shpjegova, e kam shpjeguar dhe për të informacion disa raste mandarinash. Bëni kërkesën, nëse kjo kërkesë unë po e marr parasysh, mora shënim, nesër që në mëngjes Ka 10 ditë dhe ju s'na keni dhënë informacion për këtë. Atëherë do marr masa për ata që Unë kërkoj nëse keni. Do ta Do t'jap nesër verifikoj. informacion. Do ta verifikoj. Zonja Ministre ka patur raportime për infektimin e pulave nga gripi i shpendë në 2 kompani të mëdha, Aiba Reas. Çfarë ka ndodhur konkretisht? Ç'bëhet me këto? Se për shembull unë po të isha unë dhe po të mos jazisoja mund të doja t'i futja në treg pastaj. Në çdo rast, Dhe i futnja më vonë. Jo. Binte zhurma? Jo, të lutem. Në çdo rast, në momentin që këtu ka një ndërgjegjësim shumë të lartë dhe nga bizneset, dhe unë dua edhe nga fermat familjare, sepse sa ka ndodhur që është ngordhur një shpend, ata kanë ardhur menjëherë te ISUV-i. Ne në ISUV, për rastet analizave që kërkojnë më pak kohë dhe gjithmonë alarmi është për kohën optimale, në rastin konkret e kemi pas në minimumin e kohës së mundshme dhe ka ndodhur që në mënyrë të menjëhershme veterinarët tanë kanë rrethuar perimetrin, është një perimetr i parë me 3 kilometra dhe pastaj zgjerohet në 10 kilometra në 21 ditë. Këtë kemi bërë në 7 pika, përfshirë 6 me gripin e shpendëve dhe 1 me murtarin e derrit, sepse janë të 7 në këtë harkor. Gjatë asaj kohe nuk lejohet të kaloj asnjë produkt në një zonë jashtë zonës së cilat janë në monitorim të veterinerëve tanë. Por infektimi në atë zonë ka ndodhur dhe detyrimisht ajo si zonë quhet e infektuar dhe dëm shpërblehet. Dhe ndërkohë janë asgjësuar në të njëjtën kohë në momentin që është evidentuar mbledhja e tyre dhe zgjësimi. Ekziston rreziku që vezët apo dhe pulet të futen në treg? Se mund të ndodhë edhe kjo? Shiko, ne gjurmojmë, kjo nuk mbaron ky proces. Ky është një proces gjurmëshmërie, por e rëndësishme është që nëse një biznes, dhe unë i falenderoj bizneset në rastin konkret. Se nuk besoj që i fut agroni këta, Ylli, unë i falenderoj bizneset. Janë më të ndëgje, po ka dhe pularit të më lejoni ta them, se sa po e nisa para se tonit. Ata kanë informuar, ata na kanë informuar ne, se ne nuk mund të dinim se çfarë ka ndodhur në stabilimentin e tyre. Ata kanë bërë investime kolosale, ne jemi shumë afër edhe hapjes me eksportin e vezës kategorisë A, sepse është një nevojë për bizneset shqiptare me ato investime që kanë bërë. Por sigurisht, këto janë situata që ndodhen. Cili është mekanizmi i azgjësimit puleve? Ka dy. Ne kemi adaptuar të gjithë mekanizmat që ka sot BE-ja, qoftë me groposje, qoftë me insenerim. Dhe të gjitha janë në funksion të zgjidhjes më të menjëhershme të problemi, sepse dhe ai moment, pavarësisht se mund të ketë rënë fuqia, unë këtu sigurisht në të tavolin mund të jem me më pak eksperiencë e veterinare ose zero, krahasuar me profesor Panaritin, por menaxhimi i proceseve më ka bërë të njofto dhe vetëm porosia është që edhe në nivelin tonë si politik bërës dhe në task force që kemi ngritur që ne ndjekim dhe monitorojmë çdo institucion varësie. Nuk e kemi lënë dhe unë si ministër nuk e kam lënë që një institucion të komunikoj me tjetrin dhe ne të rrim dhe të heshtim. Monitorimi i çdo raportimi dhe gjetja evidencave në shkelje i çon dhe stafin përpara gjykimit. Dy fjalë të fundit, profesor, se jemi në limite. Ky është një shqetësim jashtëzakonisht i madh dhe gjithë këto ngjarje të njëpasnjëshme që kanë shqetësuar opinionin publik për kërcënimin që ata krijojnë për shëndetin publik, për shëndetjen e konsumatorit, meritojnë një vëmendje jashtëzakonisht madhe. Edhe rasti i gripit të shpendëve sigurisht ka ardhur nga shpendët migrator. Në shpendët migrator dhe sinjalet që ndën që 2 muaj përpara se kishte ngordhje në lagun të shpendëve migrator, që aty duheshin krijuar brezat mbojëse, brezat karantinor të kufizhoshin, të ndaloshin lëvizjet drejt stabilimenteve, nuk u bë kjo dhe të fut infeksioni. Dhe duhet marrë seriozisht sepse ajo është zonozë. Pra, H5N1 pavarësisht se i rrallë është zonozë dhe mund të kërcej edhe tek njeriu, shkaktoj edhe më të rrezikuar janë padyshim operatorët, ata që punojnë me shpendët, por nuk përjashtohet që ky infeksion të prekë popullatën. Jemi në limite. Prandaj to që ju sapo thatë ka ndodhur. Jemi në limite. Ka ndodhur dhe ju siguroj për këtë informacion. Meriton një vëmendje, ato e mirë është parandalohet, është mirë që këto flama mos të bien në stabilimentet tona, sepse të marrin veten ata se duhen të rifreskojnë gjithë popullatën me zojqëri. Të gjitha masat që ju thatë janë marrë. Që në këtë mes krijohet karantina ka bërë azhësim në plot, kështu që nuk ka rrezik. Unë kisha një të ftuar tjetër, për cilën nuk e thira për arsye të qenë njëri politik, zonja ministre, për ta bërë me ekspertët e me gazetar, Rigel Xhamallarin, ai dërgoi një foto, që do të respektoj për t'ja
për ta paraqitur, ka dërguar disa, po jem të lutem ja shiko, mund ta zmadhosh, thotë Pardia i kemi blerë në market në Tiranë dhe i kemi varur te Aku. E njëjta firmë, e njëjta pul me salmonel. Pardia i kemi blerë, thotë. Në këtë pikë, unë kam vetëm një fjalë të fundit. Jo, që ju duhet të intensifikoni ne intensifikimin... sidomos të gjejnë ligjit, të gjejnë dhe pronarin, Po, sigurisht, sepse... që tallet me njerëzit. Neve, edhe në raport të politik bërje si ministri dhe si ministre, por dhe të gjithë institucionet varësisë, përfshirë këtu dhe task force-ën e kryuar apostafat në frym të reagimit me njëhershëm për situatat e shtimit të sonozave dhe gripit shpendve, në veçanti, por dhe rasti mandarinave. Ne reagojmë në mënyrë të menjëhershme dhe kur ka evidenca, qoftë në raport me biznesi që kanë shkelur ligjin, apo dhe personel që ka abuzuar me detyrën, ne i çojmë para ligjit. Zë Ministre, ky është, unë ju falenderoj shumë Gjithashtu. për muat emisionin tonë për mbrëmjen e sotme. Falenderoj dhe të ftuarit e tjerë, profesor faleminderit, faleminderit zoti Zusi, do vëjoj të jetë zotja Bilega me mua për pjesën e dytë të emisionit. Ky është një fenomen, nuk është vetëm te ju, nuk dua ta relativizoj siç e thash në fillim, është një fenomen jo vetëm për salmonezën dhe për ushqimet e të gjitha, por dhe për ilaçet që ne pimë, edhe për shumë gjëra të tjera. Ne, shteti duhet të vendosë rregulla dhe ligje, sepse njerëzit janë dhe mund të inkriminohen dhe të bëjnë çfarë të duan në vendin ku jetojnë, sidomos ne jemi afër këtyre situatave. Por dhe dënimi duhet jetë maksimal Dhe për ata që kanë guxuar të shkelin. maksimal dhe jo të ikin në drejtim pa ditur dhe të mos i gjej dot njeri fare. Faleminderit shumë edhe një herë, publicitet rikthehemi.